Se këtë bimë do ta përdorni për 30 ditë, ju nuk do të keni për t'i njohur më dhimbjet e reumatizmës. Trëndafili egër ose rosa canina, e quajtur në disa vende të ndryshme si kaça, është ndër bimët medicinale më të çmuara për nga vlerat e forta shëndetësore që ajo ofron. Vendi ynë është një nga vendet e bekuara me këtë bimë shumë përdorimshme. Në këtë video do ju sillim recetat se si mund ta përdorni trëndafilin e egër në dobi të shëndetit tuaj dhe të lehtësoni një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Përdorimet e trëndafilit e egër në përditshmërinë e dietave tuaja do të luajë një rol fantastik dhe gjithashtu lehtësues kundër një sër komplikacionesh. Rekomandohet që kjo recetë të përdoret për të paktën 30 ditë me radhë, të ndalet për të paktën në 2 javë dhe më pas të rifillohet sërish sipas dëshirës. Përfitimet ushqyese të trëndafilit e egër në shëndet janë vërtet të larmishme dhe si të tilla mund të luajë një rol të mirë në lehtësimin e komplikacioneve dhe në rritjen e rezistencës së organizmit. Për të përgatitur këtë recetë, ju duhet të zjeni të paktën 8 kokra të trëndafilit të egër të freskëta ose të thata në një filxhan çaji me ujë. Masën e zjeni për 15 minuta, më pas e lini të ftohet, nëse preferoni, mund ta ëmbëlsoni atë gjithashtu edhe sipas dëshirës. Me pak mjalt mund të jetë mënyra më e mirë. Ajo mund të ndihmojë në luhatjet e sheqerit në trupin tuaj. Ekspertët e bimëve mjekësore kanë përdorur shpesh trëndafilin e egër për të trajtuar dhe lehtësuar problemet e sheqerit. Sipas studimeve të cilave i referohemi, etanoli që gjendet te trëndafili i egër është një hipoglicemik dhe antidiabetik shumë i rëndësishëm që mund t'i japë përfitime të mira shëndetit tuaj dhe të lehtësojë gjithashtu komplikacionet e tij, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe duke evituar kështu problemet që ju kanosen nga një ushqyerje e keqe. Shtimi i trëndafilit të egër në këto situata do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit dhe lehtësimi i komplikacioneve. Trëndafili i egër do të përmirësojë edhe shëndetin tuaj të zemrës. Trëndafili i egër do të përmirësojë shëndetin e zemrës të personat të cilët do vuajnë nga problemet e obezitetit, sipas të dhënave të Healthline të cilave u referohemi. Përdorimi i trëndafilit të egër do të ulë tensionin e gjakut dhe gjithashtu edhe problemet që ju kanosen nga problemet e kolesterolit të keq. Si rrjedhoi trëndafili i egër do të ulë shanset për problemet e humbjes së jetës si pasojë e këtyre komplikacioneve. Përdoreni trëndafilin e egër në dobi të vlerave të shëndetit dhe si i tillë mund të luajë një rol parandalues dhe lehtësues në dobi të shëndetit tuaj dhe në parandalimin e inflamacioneve. Trëndafili i egër do të përmirësojë gjithashtu edhe punën e shëndetit të zemrës. Trëndafili i egër përmirëson shëndetin e zemrës dhe mban atë më të fortë, por jo vetëm kaq, ai ndihmon edhe kundër ftohjes. Trëndafili i egër përmban vitaminën C, si rrjedhoi mund të përdoret në receta natyrale kundër të ftohtit. Për më tepër, trëndafili i egër u vjen ndihmë edhe shëndetit të kockave dhe lehtëson edhe problemet e tyre, duke siguruar gjithashtu një shëndet më të mirë dhe lehtësuar komplikacionet. Përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër është mjaft i mirë në disa problemet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj të lëkurës dhe jo vetëm. Ai mund të shuajë njollat e lëkurës, ta hidratojë dhe ta zbusë atë. Trëndafili i egër është një bimë që praktikisht mund të ndihmojë edhe kundër çrregullimeve që i kanosen stomakut tuaj. Kryesisht është të përdorur si një tonik për probleme me tretjen. Ai do të qetësojë dhe trajtojë problemet dhe simptomat e diarres, të zorrës, të fshikëzës dhe do të lehtësojë komplikacionet e tyre. Ekspertët e cilësojnë trëndafilin e egër si një prej produkteve më të mira ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Shtimi i trëndafilit të egër do të forcojë sistemin tuaj imunitar. Trëndafili i egër është një nga elementët që duhet të përdoret për të maksimizuar mbrojtjen e organizmit dhe për të lehtësuar gjithashtu edhe komplikacionet e tij.
Parandalon infeksionet bakteriale dhe ato virale, lufton temperaturën, forcon imunitetin dhe mbi të gjitha lufton lodhjen, rrit qarkullimin e trupit me elementet ushqyes, mbron gjymtyrët, rrit fluksin e qarkullimit të ujit në trup dhe ruan gjithashtu edhe hidratimin e duhur. Përdorime të tilla të trëndafilit e egër do të luajnë një rol fantastik në mbrojtjen e shëndetit dhe jo vetëm. Trëndafili i egër mund të përmirësojë të gjithë organizmin tuaj, por mund të lehtësojë gjithashtu edhe problemet e nyjeve. Trëndafili i egër është një ndër bimët më të mira që mund të ofrojë mbrojtje më të mirë të shëndetit të nyjeve dhe të lehtësojë edhe dhimbjet e tyre. Ndërsa lulet e freskëta përmbajnë shumë vitaminë C, prandaj ato përdoren edhe në trajtimin e ftohjes dhe luhatjeve të shëndetit. Ndërsa kur thahen përpunohen, ato humbasin shumë prej elementeve të saj. Trëndafili i egër përdoret gjithashtu edhe për problemet e stomakut, spazmat, mungesën e acideve në organizëm, gjithashtu edhe mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ato mund të parandalojnë problemet e ulçrave dhe lehtësojnë komplikacionet e shëndetit. Kjo bimë përdoret kundër diarres, kundër kapsllëkut, kundër gurëve në tëmbë, gjithashtu edhe problemeve të traktit tuaj urinar, kundër problemeve në veshka dhe problemeve të shëndetit tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Përdoreni trëndafilin e egër në mënyrë natyrale në dietat tuaja. Ekspertët e cilësojnë atë si një prej përzgjedhjeve më të mira shëndetësore në lehtësimin e shqetësimeve që ju kanosen gjithmonë dhe më shumë. Përdoreni atë me efikasitet të lartë edhe kundër dhimbjeve të osteoartritit. Në përgjithësi, studimet sugjerojnë se trëndafili i egër është i mirë për njerëzit të cilët vuajnë nga problemet e osteoartritit. Shumë studime kanë treguar se përdorimi i një produkti si kjo bimë 2 herë në ditë mund të lehtësojë dhimbjet dhe të forcojë kockat e njerëzit të cilët vuajnë nga osteoartriti, citoi studimi. Ekspertët tregojnë se trëndafili i egër është një bimë që mund të ndihmojë gjithashtu edhe kundër dhimbjeve që shkakton osteoartriti reumatoid. Studimet e mëparshme kanë treguar se përdorimi i ekstraktit të trëndafilit të egër mund të përmirësojë të disa simptomave të artritit reumatoid. Ai mund të parandalojë dhe trajtojë ftohjen, është i mirë kundër infeksioneve urinare dhe ato imunitare, lehtëson dhimbjet e stomakut, diarren, problemet e tjera shëndetësore. Megjithatë, duhet të përdoret gjithmonë në konsultën e ekspertit për të evituar kështu gabimet që mund të bëni në përdorimin e tij. Shtimi i trëndafilit e egër në format të tij natyrale mund të jetë një ndihmë shumë e mirë lehtësuese në luftën kundër komplikacioneve. Por nëse merrni medikamente të caktuara dhe doni të përdorni edhe trëndafilin e egër si një trajtues për shëndetin, gjithmonë përpara përdorimit duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet në përdorim. Trëndafili i egër është një bimë që rritet në shkure dhe vlerat e tij në lehtësimin e komplikacioneve janë vërtet të gjëra dhe të pallogaritshme. Në mjekësinë popullore, pjesët që ndihmojnë në lehtësimin e sëmundjeve janë frutat, që përfitohen pas tharjes së luleve. Frutat e trëndafilit e egër ndihmojnë mjaftueshëm në lehtësimin e disa komplikacioneve mjaft të përhapura dhe lehtësojnë gjithashtu inflamacionet në organizmin tuaj. Një ndihmë të madhe u ka dhënë të sëmurëve të cilët të vuajnë nga anemia. Për rritjen e numrit të rruzave të kuqe të gjakut dhe prodhimin e hemoglobinës, mjekët këshillojnë që të sëmurët të pinë të paktën 2 herë në ditë nga një gotë çaji të përfituar nga ky frut i coptëzuar i bimës. Për përgatitjen e këtij çaji nevojiten të paktën 7 kokra të coptëzuara mirë të frutit, të cilat hidhen në një enë me ujë dhe lihen të zihen për të paktën në 10 minuta. Më pas ëmbëlsohet pija dhe pihet çdo ditë përpara buke. Rezultate të mira kjo bimë jep edhe në parandalimin e problemeve të mushkërive të shkaktuara nga ftohja dhe pirja e tepërt e duhanit. Shpesh dëmtimet në mushkëri shoqërohen gjithashtu edhe me shfaqjen e kollës. Ndaj përdorimi i trëndafilit të egër mund të jetë një lehtësues i gjendjeve tuaja shëndetësore dhe të përmirësojë gjithashtu imunitetin tuaj në këto raste. Çaji i trëndafilit duhet të përdoret gjithmonë në vëmendjen e një eksperti. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.